Si që bëra me dje për para publicitetit, në këtë moment do të diskutojmë për parkun kombëtar të Vjosës, nisur edhe nga një zhvillim i fundit, konkretisht Lugina është bërë zyrtarisht pjesë e programit Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s. Një lajm që në fakt u bë me dje nga vetë kryeministri, por çfarë do të thotë kjo për Vjosën? Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar gjërësisht drejtuesin e Eko Olbenja, Olsinika, mirë se erdhët, gjithmonë kënaqësi të kemi në Breaking. Faleminderit për ftesën. Do të bashkohet në këtë bisedë edhe studiuesi i njohur Auron Tare, zoti Tare, faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Nika, një simbolik ky zhvillim apo në fakt është një garanci reale për mbrojtjen e luginës së Vjosës? UNESCO në promovimin e vlerave të trashëgimisë natyrore në fakt është një tamam ashtu siç e thatë, pra është një simbolik, është një njohje më shumë ndërkombëtare, është një promovim edhe më i madh i luginës së Vjosës, dhe patjetër që në vetvete përbën një arritje, ashtu siç është edhe një përgjegjësi e shtuar nga autoritetet menaxhuese të parkut, por edhe autoritetet vendimarrëse për të garantuar që gjithë peizazhi përreth lumit të Vjosës, që është praktikisht edhe park kombëtar, do duhet që të ruhet në gjendjen që është dhe të aplikohen parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, por nuk është se ka të bëjë me mbrojtjen e natyrës në mënyrë rigoroze ashtu siç aplikohen rregullat e IUCN-s apo ato që janë të përcaktuara në shpalljen e parkut kombëtar. Pra me fjalë të tjera, arritja më e madhe që përkon me rritjen e shkallës së ruajtjes së vlerave të ruajtjes së natyrës, është të i kaluar që me shpalljen e parkut kombëtar, do me thënë, jo është të i kaluar, por është hedhur themeli, pastaj në atë drejtim patjetër që duhet punohet. Kjo është një promovim më shumë, është një reklam më shumë për të tërhequr pastaj të interesuarit për të parë dhe për të vizituar Vjosën. Ndërkohë për ju, zoti Tare, përfshirja e luginës së Vjosës në programin Njeriu dhe Biosfera, sa rëndësi ka? E para njerë duhet dim a ka përfshirë luginën apo ka përfshirë vetëm segmentin lumor. Shumë rëndësishme kjo për të theksuar. E dyta, men dhe biosfera, pra si thua ajo që ne sapo lexuam që është deklaruar nga UNESCO, ka të bëjë shumë me si thua ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Dhe kjo është pastaj ajo që do doja të prekja disi. Pse? Sepse Shqipëria ka disa qendra që kanë status edhe më të lartë se ky, po ruajnë ato siç duhet, pra sipas kritereve të përcaktuara. Ky është problemi. Për shembull, mund të marr rastin e Butrindit, ku Butrindi është jo vetëm pasuri botërore e UNESCO-s, po ka dhe statusin Ramsar. Për të gjithë ata që nuk e njohin Ramsari, është mbrojtja e ligatinave. Besoj që shumë shpejt do të dëgjoni që ka një projekt aty për të ndërtuar një fshat turistik përballë kodrës së Butrindit, që do të prekë edhe ligatinat. Pra që zona e mbrojtur. Po, si mund të shpjegohet kjo, teksa është në një status të tillë mbrojtje, si trashëgimi pasuri botërore? Shpjegohet sepse jemi në Shqipëri. Shumë e thjeshtë. Pra nuk është çështja që këto zona marrin statuse dhe vlerësime ndërkombëtare. Problemi është se sa ne vetë populli, qytetarët, banorët dhe institucionet shtetërore janë të dëshiruara për t'i mbrojtur. Se ne vërtet po diskutojmë për Vjosën, po mos harroni që Ohri, për shembull, ka disa vjet që paralajmërohet nga UNESCO që do të futet në listën e rrezikuar. Ndërkohë, punimet vazhdojnë pikërisht në zonën që UNESCO ka ngritur disa herë me radhë, jo shqetësime, por raporte për mosmbrojtjen e saktë të asaj zone. Pra, edhe një herë, futemi në debatin. A na duhen këto medalje si në kohën e ka qenë një personazh shumë interesant i Osman Gazepit, i cili vendoste vetë medaljet dhe i thoshte zogut që jam shkojnë, apo me të vërtet ne do t'jemi serioz dhe do t'a shikojmë luginën e Vjosës, e cila është ndoshta nga më të bukurat që ka zona,
apo rajonit, si një mundësi e zhvillimit ekonomik të banorëve për qartë kësaj lugine. Dhe kjo është në ndodhun sfida. Dhe jeni në tjetën linjë kur thoni për rëndësinë që ka ky zhvillim në nivelin e njohjes të paktën. Çfarë po ndodh me parkun kombëtar të Vjosës? Pikërisht sepse aktualisht? Shiko, ka një keq perceptim. Njerëzit kur dëgjojnë UNESCO menjëherë shkojnë tek ajo që Auroni tha. Supozohet të mbrojë. Pikërisht, jo tek ajo që Auroni përmendi për rastin e Butrindit. Pra është tjetër gjë trashëgimia botërore e UNESCO-s që mbron elementet e trashëgimisë historike, kulturore, që unë e thash arkeologjike, siç është rasti i Butrindit, pra që njihet World Heritage Site, dhe është tjetër gjë Man and Biosphere Reserve, pra rezerva e njeriut dhe biosferës. Këtu UNESCO nuk aplikon rregulla strikte mbrojtje, këtu është më tepër një njohje për të thirrë së vërtetë. Edhe aty ku aplikon rregulla strikte njohje. Por edhe aty siç Auroni e përmendi, pra pikërisht ka gjithmonë pikpyetje. Pra nuk është sajti i parë dhe Ohri është një Man and Biosphere Reserve, pra është një sajt njeriu dhe biosfera, por problematikat që ne i kemi hasur. Tashti, me këtë propozim, me këtë certifikat, po themi, me këtë njohje, për Vjosën përfshihet e gjithë lugina e Vjosës, dhe e vesh, po themi, apo e rrethon parkun kombëtar i cili përfshin vetëm korridorin lumor. Pra nëse parku kombëtar i Vjosës përfshin 400 km lumë në 12.000 hektar, rezerva UNESCO, rezerva e njohur nga UNESCO është 35.000 hektar. Pra praktikisht është gjithë lugina e Vjosës. Tashti, dua që të vijoj aty ku e filloi Auroni. Tani, a duhen e këto medalje apo jo, kur problematikat, sidomos më të mëdha janë pikërisht në këtë zonën e njohur nga UNESCO, pra në luginën, kur në zonën e mesme, segmentin e mesëm të rrjedhjes së Vjosës vazhdon të ketë ndotje nga industria nxjerrëse përpunuese, nga nafta, nga bitumi. Edhe djegje plera çdo ditë, regjia do na mundsojnë në momente edhe disa foto. Po pra pikërisht kur asnjë prej bashkive sot që flasim në luginën e Vjosës nuk i trajton ashtu siç ligji e parashikon mbetjet e ngurta dhe të lëngta urbane, kur marrja e inerteve vazhdon, është një proces që vazhdon, një aktivitet që vazhdon në lumë, apo kur devijimi i ujit me kriter apo pa kriter gjithashtu vazhdon në ujë. Tashti, sigurisht këto janë sfida që kanë qenë aty edhe para shpalljes së parkut kombëtar, padyshim edhe para njohjes nga UNESCO, por një ditë duhet që ti përmendim dhe duhet t'i adresojmë këto sfida, sepse nesër pas nesër edhe njeriu dhe biosfera, pra do të ketë një proces që do verifikojë se çfarë ka këtu në teren, a janë adresuar sfidat e kësaj natyre apo jo, ashtu siç edhe IUCN që merret me garantimin e standardeve të ruajtjes së natyrës, do të bëjë të njëjtën gjë për parkun kombëtar. Zotini ka ju dhe shumë ambientalistë, po, bët një betejë të madhe për ta shpallur, po, përfundon. Dhe diçka, këto janë sfida patjetër që i tejkalojnë, po themi, obligimin vetëm të menaxherëve të parkut, këtu duhet një bashkëpunim. Sidomos mes disa ministrive, Ministria e Bujqësisë për shembull duhet ketë një bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit kur vjen puna se